Ju është ngjitur çamçakëzi në rroba, këto janë në mënyra të thjeshta për ta hequr. Ngjitja e çamçakëzit në rroba është një ndër gjërat më të bezdisshme me të cilat mund të përballet një njeri. Mirpo, mos krijoni panik, ndiqni truket e mëposhtme dhe çamçakëzi do të hiqet lehtësisht pa i dëmtuar rrobat. Akulli është një element i parë që mund t'ju vijë në ndihmë. Vendosni disa kupa akulli mbi çamçakës. Më pas hiqni copat e akullit dhe së bashku me to shkëputeni lehtësisht edhe pjesën e çamçakëzit. Një mënyrë tjetër për të hequr çamçakëzin nga rrobat është ajo e vendosjes së rrobave në frigorifer. Vendosni rrobat në një qese dhe i lini në frigorifer për 1 orë. Ftohja e rrobës në frigorifer do të ndikojë që çamçakëzi të hiqet më lehtë. Një tjetër mënyrë për të hequr çamçakëzin nga rrobat tuaja është të zjeni pak verë të bardhë dhe t'i hidhni aty ku është ngjitur çamçakëzi, dhe do të mahniteni nga rezultati që do të keni në fund të trajtimit.